Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Në një konferencë për media, Krasniqi tha se dorëheqja është një hap reflektimi dhe përgjegjësie, për të krijuar, siç u shpreh ai, një moment të ri për PDK-n. Ai falenderoi qytetarët, anëtarët dhe mbështetësit e partisë për përkrahjen gjatë më shumë se 2 dekadave të angazhimit politik. Një parti që beson në zhvillim duhet të besojë edhe në ripërtrirje. Prandaj ka vendosur të jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të PDK-s, tha Krasniqi. Sipas tij, ky vendim nuk lidhet me zhvillimet politike, por me nevojën për t'i dhënë partisë frymë të re dhe hapësirë për ndryshim. Në fund, ai njoftoi se më 17 nëntor do të mbahet konventa e PDK-s, ku do të zgjidhet kryetari i ri i partisë. Njëri ndër politikanët e parë që ka reaguar rreth kësaj dorëheqje është kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci. Ai ka shkruar se ky hap i pritshëm i kryetarit deritanishëm Memli Krasniqi, duke përshëndetur një herësh duke i ofruar fuqishëm përkrahje kryetarit në ardhje Bedri Hamza. Pas një karriere të gjatë politike dhe mbi 2 dekadash angazhim me PDK-n, shtrohet pyetja: a do të rikthehet Memli Krasniqi një ditë në muzikë, duke rikthyer pasionin e tij të hershëm si këngëtar, tekst shkrues dhe kompozitor i grupit hip hop Ritmi i Rrugës?